A ke ndjerë ndonjëherë se pas një bisede fillon të dyshosh tek vetja, edhe pse pak minuta më parë ishe i bindur se kishe të drejtë? A të ka ndodhur të kërkosh falje për gjëra që nuk i ke bërë, vetëm për të shmangur një debat? Nëse po, mund të mos jetë rastësi. Manipulimi psikologjik nuk ndodh gjithmonë me britma, kërcënime apo fjalë të ashpra. Shumë shpesh ai është i heshtur, i zgjuar dhe pothuajse i padukshëm. Manipulatorët dinë të përdorin emocionet, fajin dhe pasigurinë për të ndikuar në mënyrën se si mendon, ndihesh dhe vepron. Problemi është se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se po manipulohen derisa dëmi emocional është bërë. Ata fillojnë të humbasin vetbesimin, të ndihen fajtor pa arsye dhe të besojnë se çdo problem është faji i tyre. Sot do të zbulojmë 7 shenjat më të zakonshme që tregojnë se dikush po përpiqet të manipulojë psikologjikisht. Disa prej tyre mund t'i shohësh tek një partner, një mik, një koleg pune, madje edhe tek një antar i familjes. Kushtoi vëmendje deri në fund, sepse shenja e fundit është një nga teknikat më të fuqishme të manipulimit dhe shumë njerëz bien prej saj pa e kuptuar kurrë. Ajo mund të ndryshojë mënyrën se si shikon marrëdhëniet e tua duke filluar që sot. Shenja e parë: të bëjnë të dyshosh tek vetja, gaslighting. Një nga format më të rrezikshme të manipulimit psikologjik është ajo që psikologët e quajnë gaslighting. Ky është një manipulim ku një person përpiqet të bëjë të dyshosh në kujtesën, perceptimin ose gjykimin tënd. Qëllimi nuk është thjesht të fitojë një debat, por të dobësojë besimin që ke tek vetja. Në fillim, kjo mund të duket si diçka e vogël. Dikush të thotë: "Nuk e kam thënë kur atë", ose "Po e egzageron". Madje mund të dëgjosh fjali si: "Ti gjithmonë i kupton gjërat gabim". Kur këto komente përsëriten vazhdimisht, fillon të pyesësh veten nëse vërtet e ke kujtuar gabim situatën. Imagjino këtë skenar. Ti dhe një mik bini dakord për një takim në një orë të caktuar. Kur ai nuk vjen, ti e telefonon dhe ai përgjigjet: "Nuk kemi rënë dakord për atë orë". Ti gjithmonë ngatëron gjërat. Ti e pothuajse i sigurt se e mban mend bisedën sakt. Megjithatë, sepse nuk është hera e parë që ai e thot këtë, fillon të mendosh: "Ndoshta kam gabuar unë". Kjo është pikërisht ajo që kërkon manipuluesi. Ai nuk dëshiron vetëm të ndryshojë një fakt. Ai dëshiron që ti të mos i besosh më vetes. Sa më shumë ndodh kjo, aq më shumë fillon të mbështetesh tek versioni i tij i ngjarjeve. Me kalimin e kohës, manipuluesi bëhet burimi i së vërtetës, ndërsa ti humbet sigurinë në gjykimin tënd. Ky proces nuk ndodh brenda natës. Fillimisht dyshon vetëm për një situatë, pastaj për 2, pastaj për gjithçka. Dhe një ditë e gjen veten duke pyetur tjetrin edhe për vendime shumë të thjeshta: "A mendon se e kam gabim? Mos vallë po reagoj tepër. Ndoshta problemi jam unë". Në atë moment manipulimi ka filluar të jap efekt. Pse funksionon kjo teknik? Truri ynë kërkon vazhdimisht siguri. Kur dy versione të ndryshme të së njëjtës ngjarje përplasen vazhdimisht, truri lodhet duke kërkuar të vërtetën. Për të shmangur këtë lodhje mendore, shumë njerëz zgjedhin rrugën më të lehtë. Besojnë personin që flet me më shumë siguri. Manipulatorët e dinë këtë. Ata flasin me bindje absolute, edhe kur gënjejnë. Madje shpesh përdorin fraza si: "Jam 100% i sigurt. Këtë e di shumë mirë. Ti nuk e mban mend. Kjo nuk ka ndodhur kurrë". Siguria me të cilën flasin krijon përshtypjen se kanë të drejtë. Por siguria nuk është provë. Një person mund të jetë plotësisht i bindur edhe kur gabon. Shenjat që po ndodh gaslighting. Nëse pas çdo debati ndihesh i hutuar dhe nuk je më i sigurt çfarë ka ndodhur realisht, kjo është një shenjë. Nëse kërkon falje edhe kur nuk e kupton pse, është një tjetër sinjal. Nëse fillon të mbash mesazhe, fotografi ose prova vetëm për të vërtetuar se kujtesa jote është e saktë, kjo mund të tregojë se ke humbur besimin tek perceptimi yt. Shumë viktima të manipulimit psikologjik fillojnë të shkruajnë gjithçka në ditar. Jo sepse e harrojnë, por sepse dikush i ka bindur se nuk mund t'i besojnë kujtesës së tyre. Manipulimi nuk është gjithmonë i zhurmshëm. Shumica imagjinojnë një manipulues si një person agresiv,
por në realitet, shumë manipulues janë jashtëzakonisht të qetë. Ata buzëqeshin, flasin me edukat, nuk ngrenë zërin, madje duken si njerëz shumë racional. Kjo i bën edhe më bindës. Kur ti zemërohesh sepse e di se ke të drejtë, ata qëndrojnë të qetë dhe thonë, shiko si po reagon. Pikërisht kjo tregon se problemi je ti. Papritur, diskutimi nuk ka më të bëj me faktet, ka të bëj me emocionet e tua, dhe manipuluesi e përdor këtë kundër teje. Efekti afatgjat. Nëse kjo vazhdon për muaj ose vite, pasojat mund të jenë serioze. Personi fillon të humbas vetbesimin, ka frikë të marrë vendime, nuk guxon të shpreh mendimin, mendon se çdo konflikt është faji i tij. Madje fillon të kërkoj leje edhe për zgjedhje shumë të vogla. Në këtë pikë manipuluesi ka fituar kontroll emocional. Ai nuk ka nevojë të urdhëroj. Ti fillon ta kontrollosh vetveten. Si të mbrohesh? Hapi i parë është të pranosh se kujtesa njerëzore nuk është perfekte, por as nuk është gjithmonë e gabuar. Nëse dikush të bën të ndihesh vazhdimisht konfuz, mos e injoro atë ndjesi. Bëj pyetje. Kujto faktet. Nëse është e mundur, mbështetu tek bisedat e shkruara ose tek ngjarje që mund të verifikohen. Mbi të gjitha, mos lejo që një person të bëhet arbitri i vetëm i realitetit tënd. Mendimi yt ka vlerë, perceptimi yt ka rëndësi, dhe nëse dikush përpiqet vazhdimisht të bindë se e gjithmonë gabim, problemi mund të mos jetë kujtesa jote, por mënyra se si ai po përpiqet të ushtrojë ndikim mbi ty. Shenja e dytë. Të bëjnë të ndihesh vazhdimisht fajtor. Një nga armët më të fuqishme të manipulimit psikologjik nuk është zemërimi, kërcënimi apo britmat. Është faji. Kur një person arrin të bëjë të ndihesh vazhdimisht fajtor, ai fiton një avantazh të madh mbi emocionet dhe vendimet e tua. Në fillim kjo ndodh në mënyra shumë të vogla. Ndoshta refuzon një ftesë sepse je i lodhur. Në vend që ta pranoj me mirëkuptim, personi tjetër përgjigjet. Në rregull, nuk ka problem. E dija që nuk isha aq i rëndësishëm për ty. Ose thot, mos u shqetëso për mua. Jam mësuar të jem gjithmonë i fundit. Në pamje të parë këto fjali nuk duken kërcënuese, por ato kanë një qëllim të qartë, të zgjojnë ndjenjën e fajit. Papritur, nuk mendon më për lodhjen tënde. Fillon të mendosh vetëm se mos e ke lënduar tjetrin. Ky është manipulimi emocional. Si funksionon kjo teknik? Manipulatori e kupton se njerëzit e ndershëm dhe empatik nuk duan të lëndojnë askënd. Pikërisht këtë cilësi ai e përdor kundër tyre. Në vend që të kërkoj drejt për drejt atë që dëshiron, ai krijon një situatë ku ti ndihesh i detyruar ta bësh. Nuk të thot, dua të më ndihmosh, por thot, mos u shqetëso, do ta bëj vetë, si gjithmonë. Në atë moment ndihesh në siklet. Edhe pse askush nuk të detyroi, ndjen një presion të madh për të ndryshuar mendje. Kjo është arsyeja pse manipulimi me faj është kaq efektiv. Ai nuk të kontrollon përmes forcës, të kontrollon përmes ndërgjegjes. Faji i rrem. Është normale të ndihesh fajtor kur ke bërë një gabim të vërtet, por manipuluesi krijon faj edhe aty ku nuk ekziston. Për shembull, ti vendos të kalosh fundjavën me familjen. Partneri yt thot, mirë, duket se ata janë më të rëndësishëm se unë. Ti nuk ke bërë asgjë të gabuar. Është krejt normale të kalosh kohë me familjen. Megjithatë fillon të ndihesh sikur po tradhton dik. Ky është një shembull klasik i fajit të rrem. Ata e kthejnë veten në viktimë. Një manipulues rrallë pranon përgjegjësi. Edhe kur gabon, ai arrin ta kthejë situatën në mënyrë që të duket si viktima. Imagjino një debat. Ti shpjegon qetësisht se një sjellje e tij të ka lënduar. Në vend që të dëgjoj, ai përgjigjet. Nuk e besoja që mendoje kaq keq për mua. Ose, pas gjithë asaj që kam bërë për ty, këtë meritonja. Papritur, tema nuk është më sjellja e tij. Tema je bërë ti. Ti fillon të kërkosh falje. Ai largohet pa marrë asnjë përgjegjësi. Debati përfundon pikërisht ashtu siç donte manipuluesi.
Lista e sakrificave. Shumë manipulues kanë zakon të kujtojnë vazhdimisht gjithçka që kanë bërë për ty. Ata mund të thonë, mos haro kush të ndihmoi kur kishe nevojë. Unë kam sakrifikuar shumë për ty. Askush nuk do të bënte atë që kam bërë unë. Në një marrëdhënie të shëndetshme, ndihma jepet sepse ekziston respekti dhe kujdesi reciprok. Në një marrëdhënie manipuluese, çdo ndihmë shndërrohet në një borxh që duhet ta shlyesh. Sa herë që nuk bën atë që duan, ata ta kujtojnë këtë borxh. Me kalimin e kohës, ndihesh sikur nuk do ta shlyesh kurrë. Kur ndihesh përgjegjës për lumturinë e dikujt tjetër. Një tjetër shenjë është kur fillon të besosh se lumturia e personit tjetër varet plotësisht nga ti. Nëse ai është i mërzitur, ti ndihesh fajtor. Nëse ai zemërohet, ti mendon se duhet ta qetësosh. Nëse ai nuk është i lumtur, ti mendon se ke dështuar. Por e vërteta është ndryshe. Secili është përgjegjës për emocionet dhe sjelljen e vet. Sigurisht që mund të kujdesemi për njerëzit që duam, por nuk mund të mbajmë mbi supe gjithë peshën e mirëqenies së tyre. Manipulatori përpiqet të bindë për të kundërtën. Shenjat që duhet t'i vësh re. Nëse pas çdo bisede ndihesh sikur duhet të kërkosh falje, edhe kur nuk e di arsyen. Nëse ke frikë të thuash jo, sepse e di që tjetri do të mërzitet ose do të bëjë të ndihesh keq. Nëse vendimet e tua bazohen më shumë tek faji sesa tek dëshirat ose nevojat e tua. Këto janë sinjale që duhet i marrësh seriozisht. Si të mbrohesh? Pyete veten. A kam bërë vërtet diçka të gabuar? Apo thjesht po ndihem fajtor sepse dikush po e shtyn këtë ndjenjë tek unë? Ky është një dallim shumë i rëndësishëm. Mundohu të ndash faktet nga emocionet. Vendos kufi të qartë. Mund të thuash me qetësi. E kuptoj që je i zhgënjur, por kjo nuk do të thotë se kam bërë diçka të gabuar. Ose, mund të mos jemi dakord, por nuk do të marr përgjegjësi për emocione që nuk varen nga unë. Këto fjali nuk janë mungesë respekti, janë shenja të vetërespektit. Njerëzit që të duan sinqerisht mund të zhgënjejnë ndonjëherë, por nuk do ta përdorin vazhdimisht fajin për të kontrolluar. Shenja e tretë, të japin dashuri dhe vëmendje, pastaj të largojnë papritur. Një nga teknikat më të fuqishme të manipulimit psikologjik është ajo që psikologjia e quan përforcimi ndërprerë. Në pamje të parë tingëllon si një term i ndërlikuar, por në realitet është një sjellje që shumë njerëz e kanë përjetuar pa e kuptuar. Imagjino këtë situatë. Për disa ditë, një person sillet në mënyrë perfekte me ty. Të telefonon shpesh, të shkruan mesazhe të ëmbla, të bën komplimente, të kushton gjithë vëmendjen. Ti fillon të ndihesh i vlerësuar. Fillon të besosh se kjo është mënyra normale e marrëdhënies suaj. Por pa pritur, gjithçka ndryshon. Ai nuk përgjigjet më. Bëhet i ftohtë, flet shkurt, anulon planet, sillet sikur nuk ka më interes. Ti mbetesh i hutuar. Pyet veten, çfarë bëra gabim? Në shumë raste, përgjigja është asgjë. Kjo është pikërisht ajo që manipuluesi dëshiron. Loja e afërsisë dhe distancës. Manipulatori krijon një cikël emocional. Së pari të afron, pastaj të largon, pastaj rikthehet sërish me shumë dashuri. Më pas largohet përsëri. Ky model përsëritet vazhdimisht. Sa më shumë vazhdon ky cikël, aq më shumë fillon të jetosh në pritje të momentit kur ai do të sillet përsëri mirë. Në vend që të pyesësh, apo më trajton me respekt, fillon të pyesësh, si mund ta bëj të rikthehet si më parë. Ky është ndryshimi që kërkon manipuluesi. Pse funksionon kjo? Truri i njeriut reagon shumë fort ndaj shpërblimeve të paparashikueshme. Mendo për një makinë lojërash në kazino. Nuk fiton çdo herë, fiton vetëm ndonjëherë. Por pikërisht kjo të shtyn të provosh edhe një herë tjetër, edhe një herë. Në mënyrë të ngjashme, manipuluesi nuk të jep gjithmonë dashuri, vëmendje apo miratim. Ai t'i jep vetëm herë pas here. Dhe kjo e bën trurin të kërkojë vazhdimisht shpërblimin tjetër emocional.
Nuk je më duke shijuar marrëdhënien. Je duke e ndjekur atë. Fillon të fajsosh veten. Kur personi tjetër bëhet i ftohtë, shumica nuk mendojnë. Ndoshta ai po sillet në mënyrë manipuluese. Përkundrazi, mendojnë. Ndoshta nuk jam mjaftueshëm i mirë. Ndoshta fola shumë. Ndoshta e mërzita. Duhet të përpiqem më shumë. Manipulatori nuk ka nevojë të thotë këto gjëra. Ti fillon t'ia thuash vetes. Dhe kjo është shumë më e fuqishme. Ata rikthehen në momentin e duhur. Një manipulues ka një aftësi interesante. Ai duket sikur rikthehet gjithmonë në momentin kur ti je gati të largohesh. Pasi ka munguar për ditë ose javë, papritur dërgon një mesazh. Po mendoja për ty. Më ka marrë malli. Më fal për gjithçka. Papritur kujton vetëm momentet e bukura. Harrohen ditët e heshtjes. Harrohen lotët. Harrohen dyshimet. Ti mendon. Ndoshta tani ka ndryshuar. Por pas pak kohësh, cikli fillon përsëri. Marrëdhënia bëhet një roller coaster emocional. Një ditë ndihesh personi më i lumtur në botë. Ditën tjetër ndihesh sikur nuk vlefsh për askënd. Ky kontrast emocional krijon varësi. Jo sepse marrëdhënia është e shëndetshme, por sepse emocionet ekstreme e lodhin trurin dhe e bëjnë të kërkoj vazhdimisht momentin tjetër pozitiv. Shumë njerëz e ngatërojnë këtë me dashurinë, por dashuria nuk duhet të jetë një provim i përhershëm. Si duket një marrëdhënie e shëndetshme? Në një marrëdhënie të shëndetshme mund të ketë debate, mund të ketë ditë të vështira, por nuk ekziston kjo lojë e vazhdueshme ku dashuria përdoret si shpërblim dhe mungesa e saj si ndëshkim. Respekti nuk ndizet dhe fiket sipas humorit. Komunikimi nuk përdoret si armë. Vëmendja nuk hiqet për të krijuar frikë. Si të dallosh këtë shenjë? Pyet veten. A ndihem vazhdimisht në ankth duke pritur një mesazh? A ndryshon sjellja e personit pa ndonjë arsye të qartë? A ndihem sikur duhet të fitoj dashurinë ose vëmendjen e tij? A jam gjithmonë unë ai që kërkon pajtimin? Nëse përgjigja është po, për shumicën e këtyre pyetjeve, ja vlen të reflektosh mbi dinamikën e asaj marrëdhënie. Një marrëdhënie e shëndetshme sjell qetësi më shumë se sa pasiguri. Mos e ngatëro pasionin me manipulimin. Shumë njerëz mendojnë se sa më shumë ulje ngritje të ketë një marrëdhënie, aq më e fortë është dashuria. Në realitet, shpesh ndodh e kundërta. Dashuria e shëndetshme ndërton siguri. Manipulimi ndërton varësi. Dashuria të bën të ndihesh i qetë. Manipulimi të mban vazhdimisht në ankth. Dhe ky është dallimi më i madh. Shenja e katërt. Të izolojnë ngadalë nga njerëzit që të duan. Një manipulues e di se sa më shumë mbështetje të kesh nga familja, miqt apo njerëzit që të njohin mirë, aq më vështirë bëhet të kontrollojë. Prandaj, shumë manipulues nuk përpiqen të ndryshojnë vetëm ty. Ata përpiqen të ndryshojnë edhe marrëdhëniet që ke me të tjerët. Por këtë nuk e bëjnë me njëherë. Nuk do të thonë, mos tako më familjen tënde. Kjo do të ishte shumë e dukshme. Në vend të kësaj, ata e bëjnë ngadalë. Shumë ngadalë. Aq ngadalë sa shpesh nuk e kupton se çfarë po ndodh. Fillon me komente të vogla. Në fillim dëgjon fjali i si. Nuk më pëlqen mënyra si të shikon ai shoku yt. Motra jote nuk të do aq sa mendon. Familja jote nuk të kupton. Ata janë xheloz për ne. Në fillim nuk i merr seriozisht. Madje mendon se personi tjetër thjesht po shpreh mendimin e tij. Por këto komente fillojnë të përsëriten. Dalën ngadalë. Çdo javë, çdo muaj, derisa fillon të dyshosh edhe ti. Ata krijojnë përçarje. Një manipulues nuk ka nevojë të ndalojë të takosh njerëzit. Mjafton të bindë se nuk mund t'u besosh. Ai mund të thotë, e pe si foli për ty. Jam i sigurt që nuk të respekton. Po të përdorin. Kur ke nevojë për ta, nuk janë kurrë aty. Edhe nëse këto nuk janë të vërteta, ato mbjellin dyshim.
Dhe dyshimi është fara e izolimit. Pse është kaq e rëndësishme izolimi? Sepse njerëzit e afërt janë ata që vën re ndryshimet. Një mik i mirë mund të thotë, nuk dukesh si më parë. Një motër mund të vërej, je bërë shumë i heshtur. Një prind mund të pyes, a je vërtet i lumtur? Këto pyetje janë të rrezikshme për manipuluesin. Prandaj ai përpiqet të largojë nga jeta jote pikërisht ata njerëz. Izolimi nuk është gjithmonë fizik. Shumë mendojnë se izolimi do të thotë të mos lejohesh të dalësh nga shtëpia, por në shumicën e rasteve nuk ndodh kështu. Izolimi është emocional. Ti mund të vazhdosh të takosh miq, por nuk u tregon më asgjë, nuk u kërkon më mendim, nuk ndan më shqetësimet, sepse manipuluesi të ka bindur se askush nuk do të kuptojë si ai. Dhe kështu, edhe pse je mes njerëzve, ndihesh vetëm. Fillon të anulosh gjithçka. Në fillim mungon në një takim, pastaj në një ditëlindje, pastaj në një fundjavë me familjen. Çdo herë ka një arsye. Rri sonte me mua. Nuk ndihem mirë. Më duhet ndihma jote. Pse do të dalësh me ta kur më ke mua? Secila kërkesë duket e arsyeshme, por kur bëhen të përhershme, ato krijojnë një model. Një ditë kupton se nuk i ke parë miqt prej muajsh. Ata duan të jenë burimi yt i vetëm. Një marrëdhënie e shëndetshme të inkurajon të ruash lidhjet me njerëzit që të bëjnë mirë. Një manipulues dëshiron të bëhet personi i vetëm tek i cili mbështetesh. Nëse je i lumtur, duhet ta marrësh në telefon atë. Nëse ke një problem, duhet të flasësh vetëm me të. Nëse ke sukses, duhet ta ndash vetëm me të. Pak nga pak, bota jote fillon të rrotullohet vetëm rreth një personi. Kjo krijon një varësi të fortë emocionale. Çfarë ndodh kur je i izoluar? Kur nuk ke më kënd me të cilin të flasësh hapur, fillon të besosh vetëm versionin e manipuluesit. Nuk ka më dikë që të thotë, kjo nuk është normale. Ti meriton më shumë respekt. Nuk ke pse ndihesh fajtor. Kur mungojnë këto zëra, manipulimi bëhet shumë më i lehtë. Shenjat që duhet të bëjnë të reflektosh. Pyet veten, a jam larguar nga miq që dikur i takoja shpesh? A kam filluar të shmang familjen pa ndonjë arsye të fortë? A ndihem sikur duhet të kërkoj leje për të kaluar kohë me njerëzit e mi? A më bën dikush të ndihem fajtor sa herë dua të dal me të tjerët? Nëse këto situata janë bërë të zakonshme, ja vlen të mendosh me kujdes për dinamikën e asaj marrëdhënieje. Si të mbrohesh? Ruaj marrëdhëniet me njerëzit që të respektojnë dhe të duan. Mos lejo që një person të bëhet e vetmja dritare përmes së cilës sheh botën. Miqtë e mirë dhe familjarët nuk janë pengesë për një marrëdhënie të shëndetshme. Përkundrazi, ata janë një pjesë e rëndësishme e saj. Nëse dikush përpiqet vazhdimisht të largojë nga njerëzit që të bëjnë mirë, ndalu dhe pyet veten, pse ka frikë që të kemë mbështetje edhe nga të tjerët? Shpesh, përgjigjja e kësaj pyetjeje tregon shumë më tepër se sa fjalët e tij. Shenja e pestë. Nuk pranojnë kurrë përgjegjësi. Faji është gjithmonë i dikujt tjetër. Një nga shenjat më të forta se ke përballë një manipulues psikologjik është mënyra se si ai reagon kur gabon. Njerëzit e zakonshëm bëjnë gabime. Askush nuk është perfekt. Një person i pjekur mund të thotë, po, gabova. Më fal, nuk duhej ta kisha bërë. Do të përpiqem të mos përsëritet. Por për një manipulues, pranimi i fajit është pothuajse i pamundur, sepse në momentin që pranon përgjegjësi, ai humbet një pjesë të kontrollit. Prandaj gjen gjithmonë një mënyrë për ta zhvendosur fajin diku tjetër. Gjithmonë ekziston një justifikim. Nëse ai vonohet, fajin e ka trafiku. Nëse haron një premtim, fajin e ka stresi. Nëse të lëndon, fajin e këtij që e detyrove të reagonte ashtu. Nëse sillet keq, gjithmonë ka një arsye që, sipas tij, e justifikon sjelljen. Në fund të bisedës ndodh diçka e çuditshme. Ai gaboi, por ti je ai që kërkon falje.
Ata ndryshojnë temën. Le të imagjinojmë një situatë. Ti i thua, më lëndoi mënyra si më fole dje. Në vend që të flas për atë që ndodhi dje, ai përgjigjet. Po ti e mban mend çfarë bëre para 3 muajsh. Papritur diskutimi ndryshon. Nuk flitet më për sjelljen e tij. Flitet për gabimet e tua. Kjo është një teknik shumë e zakonshme. Sa herë afrohet momenti për të marrë përgjegjësi, ai e zhvendos bisedën në një drejtim tjetër. Ata e kthejnë kritikën në sulm. Një manipulues shpesh nuk e sheh kritikën si mundësi për të reflektuar. Ai e interpreton si një sulm personal. Nëse i thua, nuk më pëlqeu mënyra si reagove, ai mund të përgjigjet, pra mendon se jam një njeri i keq. Ose, ti gjithmonë më kritikon. Papritur nuk po flitet më për një sjellje konkrete, po flitet për karakterin e tij. Dhe shumë shpejt ti ndihesh në siklet që e nise fare atë bisedë. Fjalët që dëgjohen shpesh. Manipulatorët përdorin shpesh fjali të tilla si: po e egzageron. Nuk ishte aq e rëndësishme. Nëse nuk do të kishe bërë atë, nuk do të reagoja kështu. Ti më provokove. Gjithçka është keq kuptim. Në pamje të parë këto fjali mund të duken të zakonshme, por kur përdoren vazhdimisht për të shmangur përgjegjësinë, ato bëhen pjesë e një modeli manipulues. Ata nuk kërkojnë falje sinqerisht. Edhe kur kërkojnë falje, shpesh nuk marrin përgjegjësi. Në vend që të thonë, më vjen keq që të lëndova, ata thonë, më vjen keq që u ndjeve kështu. Dallimi është i madh. Në fjalinë e parë, personi pranon se sjellja e tij shkaktoi dhimbje. Në të dytën, përgjegjësia zhvendoset tek ndjenjat e tua. Është sikur problemi të mos jetë sjellja e tyre, por mënyra si e përjetove ti. Ti fillon të dyshosh tek vetja. Kur kjo ndodh vazhdimisht, fillon të mendosh. Ndoshta po kërkoj shumë. Ndoshta nuk duhej ta hapja fare këtë temë. Ndoshta jam tepër i ndjeshëm. Këto mendime nuk lindin rastësisht. Ato janë rezultati një modeli ku çdo përpjekje për të diskutuar një problem përfundon duke të bërë ty përgjegjës. Një marrëdhënie e shëndetshme duket ndryshe. Askush nuk është perfekt. Edhe njerëzit më të mirë gabojnë, por dallimi është mënyra si reagojnë. Ata dëgjojnë, reflektojnë, pranojnë pjesën e tyre të përgjegjësisë, përpiqen të përmirësohen. Nuk kanë nevojë të fitojnë çdo debat, sepse për ta, marrëdhënia është më e rëndësishme se sa egoja. Si të mbrohesh? Kur dikush përpiqet vazhdimisht ta kthej fajin mbi ty, ndalo për një moment dhe pyet veten: apo flasim ende për problemin fillestar, apo tema ka ndryshuar krejtësisht? Nëse çdo diskutim përfundon duke analizuar gabimet e tua, ndërsa sjellja e personit tjetër mbetet gjithmonë jashtë diskutimit, kjo është një shenjë që nuk duhet ta injorosh. Mos haro, pranimi i një gabimi nuk e bën një njeri të dobët. Përkundrazi, tregon pjekuri dhe përgjegjësi. Ndërsa refuzimi i vazhdueshëm për të marrë përgjegjësi mund të jetë një sinjal i një modeli manipulues. Shenja e 6. Përdorin frikën dhe shantazhin emocional për të kontrolluar. Jo çdo manipulues bërtet. Jo çdo manipulues kërcënon hapur. Në fakt, shumë prej tyre nuk ngren kur zërin. Megjithatë, arrin të bëjnë të ndihesh i friksuar sa herë që nuk bën atë që duan. Kjo ndodh sepse ata përdorin një armë shumë të fuqishme: frikën e humbjes, refuzimit ose braktisjes. Në fillim, këto sjellje mund të duken si shprehje emocionesh, por me kalimin e kohës, ato bëhen një mënyrë për të kontrolluar vendimet e tua. Kërcënimet nuk janë gjithmonë të drejtpërdrejta. Shumë njerëz imagjinojnë se kërcënimi tingëllon kështu: nëse nuk e bën këtë, do të lë. Por manipuluesit shpesh përdorin forma shumë më të fshehta. Ata thonë: ndoshta është më mirë të mos flasim më. Nuk e di nëse kjo marrëdhënie ka më kuptim. Do të shohësh sa do të mungoj kur të largohem. Mbase duhet të gjej dikë që më kupton më mirë. Në pamje të parë këto nuk duken si kërcënime,
por qëllimi është i njëjtë, të krijojnë frikë. Frika të bën të ndryshosh sjellje. Kur një njeri ka frikë të humbas diçka që e do, ai është i gatshëm të bëjë shumë gjëra që normalisht nuk do t'i pranonte. Fillon të heshtë, pranon pa drejtësi, heq dorë nga dëshirat e veta, ndryshon mendime, vetëm që marrëdhënia të mos prishet. Manipulatori e di këtë, prandaj nuk ka nevojë të detyrojë. Mjafton të krijoj frikën se mund të humbasësh diçka të rëndësishme. Shantazhi emocional. Një teknik tjetër shumë e zakonshme është shantazhi emocional. Personi thot gjëra si: nëse më do vërtet, do ta bëje këtë për mua. Po të isha i rëndësishëm për ty, nuk do të më refuzoje. Pas gjithçkaje që kam bërë për ty, këtë përgjigje meritova. Këto fjali nuk kërkojnë mirë kuptim. Ato kërkojnë bindje. Dashuria përdoret si mjet presioni. Dhe kjo nuk është një mënyrë e shëndetshme për të komunikuar. Heshtja si ndëshkim. Një tjetër formë manipulimi është ajo që quhet trajtim me heshtje. Pas një debati, manipuluesi nuk flet më, nuk përgjigjet, injoron mesazhet, sillet sikur nuk ekziston. Jo sepse ka nevojë për pak kohë për t'u qetësuar, por sepse dëshiron të ndëshkojë. Ai e di se heshtja krijon pasiguri. Ti fillon të mendosh: çfarë duhet të bëj që të më flas përsëri? Dhe shpesh përfundon duke kërkuar falje, edhe kur nuk e bër asgjë të gabuar. Të bëjnë të ecësh mbi vezë. Një shenjë shumë e fortë e manipulimit është kur ndihesh se duhet të kontrollosh çdo fjalë. Mendon gjatë para se të flasësh. Ke frikë të shprehësh mendimin. Analizon çdo mesazh para se ta dërgosh, sepse nuk e di si do të reagojë personi tjetër. Në psikologji, kjo përshkruhet shpesh me shprehjen: të ecësh mbi vezë. Jeton në ankth, duke u përpjekur të shmangësh konfliktin me çdo kusht, por pavarësisht sa kujdes tregohesh, konflikti ndodh përsëri, sepse problemi nuk është mënyra si flet ti. Problemi është nevoja e manipuluesit për të mbajtur kontrollin. Ata përdorin frikën e vetmisë. Manipulatorët e dinë se shumë njerëz kanë frikë të mbeten vetëm. Prandaj mund të thonë: askush nuk do të duroj si unë. Nuk do të gjesh kurrë dikë më të mirë. Je me fat që më ke. Këto fjali nuk synojnë të japin siguri. Përkundrazi, synojnë të dobësojnë vetëvlerësimin tënd. Nëse fillon t'i besosh, do të mendosh se nuk ke zgjidhje tjetër përveç se të qëndrosh. Si duket një marrëdhënie e shëndetshme? Në një marrëdhënie të shëndetshme, njerëzit mund të kenë mosmarrveshje, mund të kërkojnë pak kohë për t'u qetësuar, por nuk përdorin heshtjen, frikën apo kërcënimet për të fituar kontroll. Ata flasin hapur, respektojnë kufijtë e njëri tjetrit, dhe nuk e vendosin dashurinë si kusht për bindje. Si të mbrohesh? Kur dikush përpiqet të detyrojë të marrësh një vendim përmes frikës ose fajit, ndalo dhe pyet veten: po e bëj këtë sepse e dua vërtet, apo sepse kam frikë nga pasojat nëse them jo? Kjo pyetje mund të ndihmojë të dallosh ndryshimin midis një zgjedhje të lirë dhe një zgjedhje të bërë nën presion. Mos harro, dashuria nuk ka nevojë për kërcënime. Respekti nuk ndërtohet mbi frikën, dhe një marrëdhënie ku ndihesh vazhdimisht i detyruar të sakrifikosh veten për të ruajtur paqen nuk është një marrëdhënie që të lejon të rritesh. Shenja e 7. Të bindin se nuk mund t'ja dalësh pa ta. Kjo është ndoshta forma më e rrezikshme e manipulimit psikologjik, sepse nuk synon vetëm të kontrollojë sjelljen tënde. Synon të ndryshojë mënyrën se si e sheh veten. Manipulatori dëshiron që, me kalimin e kohës, të mos besosh më tek aftësitë e tua. Të mendosh se nuk je mjaftueshëm i zgjuar, nuk je mjaftueshëm i fortë, nuk je mjaftueshëm i aftë, dhe mbi të gjitha, se nuk mund të jetosh pa të. Në momentin që arrin këtë, kontrolli i tij bëhet shumë më i madh. Gjithçka fillon me komente të vogla. Manipulatori rrallë të thot me njëherë: ti nuk vlen. Do të ishte shumë e dukshme.
Në vend të kësaj përdor fjali si: je shumë naiv. Pa mua do të kishe bërë një gabim të madh. Ti nuk di të marrësh vendime. Fatmirësisht jam unë që të ndihmoj. Në fillim mund të tingëllojnë si shaka. Madje ndonjëherë shoqërohen me një buzëqeshje. Por kur i dëgjon vazhdimisht, fillon t'i besosh. Vetbesimi fillon të bjerë. Më parë merrje vendime vetë. Tani fillon të pyesësh gjithmonë dik tjetër. Më parë kishe besim tek gjykimi yt. Tani dyshon për çdo zgjedhje. Edhe vendimet më të thjeshta bëhen të vështira. Sepse në mendjen tënde dëgjon zërin e manipuluesit. Mos e bëj, nuk je i aftë. Ky është një nga efektet më të rënda të manipulimit afatgjat. Manipulatori nuk ka më nevojë të kritikoj. Ti fillon ta kritikosh vetveten. Ata minimizojnë sukseset e tua. Kur arrin diçka të rëndësishme, një njeri që të do sinqerisht gëzohet për ty. Një manipulues shpesh bën të kundërtën. Ai i thot, ishte thjesht fat. Çdo kush do ta kishte bërë. Mos u entuziazmo shumë. Nuk është ndonjë arritje e madhe. Dal nga dal fillon të mendosh se sukseset e tua nuk kanë vlerë. Kjo e bën më të lehtë që të mbështetesh gjithmonë tek ai për miratim. Ata i zmadhojnë gabimet e tua, ndërsa sukseset minimizohen. Gabimet zmadhohen. Një gabim i vogël paraqitet si provë se je i paaftë. Një vendim i gabuar përdoret për të bindur se nuk duhet të besosh me instinkteve të tua. Kështu krijohet një ekuilibër i rrem. Çdo gjë e mirë që bën nuk ka rëndësi. Çdo gabim bëhet provë kundër teje. Fillon të kesh frikë nga pavarësia. Në këtë fazë, shumë njerëz nuk qëndrojnë në marrëdhënie sepse janë të lumtur. Qëndrojnë sepse kanë frikë. Frikë se nuk do t'ia dalin vetëm. Frikë se nuk do të gjejnë askënd tjetër. Frikë se do të dështojnë. Kjo është pikërisht ajo që manipuluesi ka ndërtuar me kalimin e kohës. Jo me një fjali, por me qindra komente të vogla që kanë gërryer vetbesimin. E vërteta është krejt ndryshe. Shumë njerëz që kanë dalë nga marrëdhënie manipuluese tregojnë të njëjtën gjë. Në fillim kishin frikë. Mendonin se nuk do t'ia dilnin, por pas një kohe kuptuan se ishin shumë më të fortë se sa besonin. Jo sepse ndryshuan brenda natës, por sepse filluan të shihnin veten pa filtrin e manipuluesit. Si ta rikthesh besimin tek vetja? Hapi i parë është të kujtosh se askush nuk është perfekt. Të gjithë gabojmë. Një gabim nuk përcakton vlerën tënde. As një dështim, as një kritik. Fillo të vlerësosh sukseset e tua, edhe ato më të vogla. Mbaji pranë njerëzit që të japin kritika me respekt, por që të mbështesin të rritesh. Mos e mat vlerën tënde vetëm nga mendimi i një personi. Sa më shumë burime mbështetje të kesh, aq më vështirë bëhet që dikush të kontrollojë mënyrën si e sheh veten. Përfundim. Manipulimi psikologjik nuk fillon gjithmonë me ngjarje të mëdha. Shpesh nis me fjali të vogla, me komente që duken të padëmshme, me veprime që justifikohen si kujdes, dashuri ose shqetësim. Por kur këto sjellje përsëriten vazhdimisht, ato mund të ndikojnë në vetbesimin, qetësinë dhe mënyrën se si e percepton realitetin. Le t'i kujtojmë edhe një herë 7 shenjat. 1. Të bëjnë të dyshosh tek vetja dhe tek kujtesa jote. 2. Të ngarkojnë me faj edhe kur nuk ke bërë asgjë të gabuar. 3. Të japin dashuri dhe vëmendje, pastaj të largojnë papritur për të krijuar varësi emocionale. 4. Përpiqen të izolojnë nga miqt dhe familja. 5. Nuk marrin kurrë përgjegjësi dhe fajsojnë gjithmonë të tjerët. 6. Përdorin frikën, heshtjen ose shantazhin emocional për të kontrolluar. 7. Të bindin se nuk mund t'ja dalësh pa ta. Është rëndësishme të mbash mend se asnjë nga këto shenja, e marr veçmas, nuk provon domosdoshmërisht se dikush është manipulues. Megjithatë, nëse vëre një model të vazhdueshëm të disa prej këtyre sjelljeve, ja vlen t'i kushtosh vëmendje dhe të reflektosh mbi dinamikën e asaj marrëdhënieje. Nëse kjo video të ndihmoi të kuptosh më mirë manipulimin psikologjik, bëje like,
Shpërndaj me dikë që mund ta ketë nevojë dhe abonohu për më shumë video mbi psikologjinë, zhvillimin personal dhe mënyrat për të ndërtuar marrëdhënie më të shëndetshme. Faleminderit që na ndoqe deri në fund.